Dhe më e bukur është që kur e tham bukur një e lexoa nuk do të marr të drejtën e autorsisë, e lexoa në Facebook, një miku jon do e thënë, ki shkruar që Bujar Leskaj ishte në ditën e tij më të sinqert. Si sa i bukur, unë njoh Bujarin. Bujari, para se shkonte ka qenë me Bujarin. Se di. Bujari ka qenë më i sinqert aty, pse? Sepse si Bujari është ajo që the ti në fillim të emisionit, që të gjithë atje e dinë në çpozita janë në Partinë Demokratike. E dinë që Berisha u ka zënë derën aty, u ka ngelur e s'kan ç'a bëjnë. Tani ç'a bëjnë? Vënë në prahengje, marrin dhe ndonjë çik kështu stimulant, e kupton? Dhe çka barku nxjerr bardhaku i thotë i thot populli. Dhe Bujari u tregoi sinqert. Tha se ruaj fare, kush e ruan për ato vendimet. Sepse realisht një patriot i mirë atë ditë duhet të vërë Shqipërinë mbi partinë. Dhe në këtë rast ja vlente. Pastaj dasma bëjmë dhe nuk i kënaqim dot gjithë njerëzit që ftojmë, as duke filluar që nga njerëzit e familjes, jo më pastaj të bësh një manifestim kaq të madh dhe të kënaqësh edhe ata që me demek janë pozitiv. Por gjithë ata që nuk morën pjesë në këtë protestë për mua kanë bërë gabim. Kurti me qëndrimi i Kurtit shumë. Po vazhdon të jetë një qëndrim skandalos, sepse nuk do të jep për fajt kujt, po Kurti është me kokforcinë e tij dhe kjo nuk është puna Kerama, por problemi është që Kurti ka marrëdhënie shumë, po i kanë prerë marrëdhëniet fare me Këshillin e Evropës dhe me Amerikën, dhe kanë prerë dhe fondet financiare. Dhe një gjë tjetër që mora vesh që është skandaloze, Kosova humb 2 milionë euro në ditë për mos bërjen e qeverisë. Nuk e dija këtë. Nuk e dija, 2 milionë euro në ditë, domethënë për 7 muaj nga 2 milionë euro në ditë llogaritet tash. Po këta përkrahasit e Kurtit e justifikojnë me këtë që hajse edhe Amerika s'ka qeveri tani dhe atje humbet, po Amerika është tjetër gjë. Amerika është tjetër gjë, po nuk krahasohet. Pastaj nuk është si këtu që 7 muaj rrin javë, 2 javë, pastaj. Të falenderoj që ma kujtove, sepse thash dhe atë ditë në intervistën një dash para protestës në një televizion, që po ta vësh re ti ka një përkitje duket si e rastishme, por nuk mendoj se është fare rastishme. 2 persona të cilët janë shprehur para protestës kundër pjesëmarrjes në protestë ka qenë Albin Kurti 1 dhe Sali Berisha 2. Të dy janë të refuzuar si nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ashtu edhe nga Perëndimi. Bravo. Janë aktualisht të bllokuar apo jo nga Perëndimi. Ky nuk është non grata, po i refuzuar. Po është i refuzuar, është dëm i madh se tani pak mirë me UÇK-n, po vetëm me UÇK-n se fitonim do të pavarësinë e Kosovës. Pa Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa NATO. Pa Shtetet Bashkuara, pa NATO, pa Europën e nuk. Shtetet Bashkuara dhe NATO marroi. Atë luftë, Shtetet Bashkuara se Shtetet Bashkuara bënë NATO, patjetër. Tani atë luftë, a mund ta fitonin pa UÇK-n, por edhe me lëvizje, jo, një minutë. Pa UÇK-n dhe me lëvizje guerile etj, por duke pasur NATO-n edhe mund ta fitojë, sepse ka ndodhur që kanë fituar pa një ushtri të organizuar etj. Po për ne shumë mirë që kishim dhe NATO-n dhe UÇK-n, sepse treguam që ishim të institucionalizuar dhe gati për të bërë shtetin ditë pas fitores. Që dhe siç u bështe. Sikur zot. Më fal, më gjë kujtove Sarkozin dhe të vim tek Kosova. Sarkozy ka qenë i pari lider evropian që ka njohur Kosovën, i pari. Në atë periudhë kam qenë në shkollë në 2008-ën, një javë përpara se sa të shpallej pavarësia e Kosovës kemi qenë në Alzas ku është qendra e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë franceze dhe aty një komandant, një general francez i cili kishte qenë në Kosovë në ato prezantimet që na bëri tek muzeumi i shtabit të përgjithshëm, pyeti a ka ndonjë shqiptar këtu dhe i thon këta kolegët e mi që është ai isha diku në fund ande. Më tha mua pas një jave, më tha mua duhet të vish të më sjellësh një pako llukume, tha se e kish mësuar llukumen nga Kosova. Edhe unë nuk e kuptova për çfarë tha, por e kuptova kur u dha lajmi i pavarësisë së Kosovës.